duhet të ketë. Industria turistike përballet me shumë vështirësi. Nuk ka një mbështetje. Mbështetje kanë disa plumb gjoka, si plumb gjoka që apo noj tjetër, se ka plot nga ata, s'është vetëm plumbi, që marrin leje për hotel, i kanë motele, ja u shpallin me 5 yje hotelin, u japin dhe licenca kazinosh, ati të Sinaloas me Luftim Hysit, i cili natyrisht me të ardhët e Sinaloas, ai e dëmton thellë industrinë turistike. Nuk i ka të ardhura nga puna e tij. Pra, narko-euro është një monedhë toksike. Toksike e vërtet për industrinë turistike, për eksportet, për ekonominë shqiptare. Mirë po, në një narkoshtet, nuk ka narkoshtet pa monedhën e vetë. Dhe narkodiktatori, Edi Rama, i cili i ka shtruar këto titujt strategjik në bigjozin më të madh të investitorëve strategjik, në bigjozin më të madh, jo në Shqipëri, po në Europë, se titulli shpërblehet me miliona euro, narko-euro, një titull i tillë. Plus angazhimi i qeveritarëve në industrinë turistike është një element tjetër jashtëzakonisht i dëmshëm. Tani kur Olta Xhaçka shkon dhe vjedh me bashkëshortin 10.000 metër katror tokë publike, dhe e paraqet si tokë trashëguar të vetën. A mund të më thoni ju mua, çfarë i mbetet këtij operatori, këtij investitori, që shkon dhe blen tokën 150 euro apo 100 euro metrin katror për të ndërtuar? Edi Rama vetë shkon dhe merr 225.000 metër katror tokë me emrin e nënës vetë dhe të vllaut. Tokë pa asnjë dokument kadastral. Absolutisht. Tokë pa asnjë dokument që të faktoj se ka qenë e konfiskuar nga regjimi komunist. Tokë e cila kujdo mund t'i përkiste jo kolegëve, mbasi sipas deklaratave të vetë Spiro Koleks, ne nuk kishim tokë, thot. Ai thot nuk kishim tokë, nipi i tij bëhet me 24 hektar se u bë kryeministër. Mirë po kjo e vret konkurencën e ndershme në mënyrë barbare. Vilma Nushi, nushët në të varfrit aty. Shkoni, ndërton fshatin turistik pa leje. Pa asgjë. Në këtë aspekt, këta zotëri që i mbijetojnë kësaj konkurencë të mungeset plot transparencë dhe kësaj xhungle që ka krijuar qeveria në këtë industri, janë heroj. Janë heroj të vërtet. Sepse janë të vendosur në kushtet më të pabarabarta. Kudo industria është delikate. Kudo hoteleria është delikate. Kudo sistemi i restoranteve është delikat. Nuk është dhe kërkon një menaxhim të zotin, po kërkon dhe rregullat të ndershme. Kurse këta përballen me një xhungël të vërtet që udhhiqet nga qeveritarët. Unë